Një objekt të paleje, pas të cilë të gjithë dokumentacioni, për në vërlej të pas inspektoriati, në bashkëpunim me policinë kontrole, normalisht e janë kompaninë e angazhuar për rënimin e objektit, kanë fillu tashmë rënimin e objektit, dhe procedura do të vazhdojnë. Rënimi do të gjatë aksion për teknikë. A ka apliku për leje ndërtimore kompania cila është ndërtu? Edhe cila kompani? Na, këtë nuk kena deklaru, nuk emra nuk na interesu, për ne pare nuk është në rëndësi kush është ndërtu, kush është përmarë, për neve në rëndësi dokumentacioni të leja ndërtimit, objekti nuk ka leje ndërtimit. A ka apliku për leje? Edhe pas përfundimit gjitha procedurave ligjore nga inspektoriati, është marrë vendim që ky objekt do të rënohet. Sa ka të kaluar? Nuk është e kalim, është paleje. Në ditët në vazhdim, a është vetëm ky një aksion njëditor, apo sepse në këtë lagje e dim që ka mjaft objekte të cilat nuk janë të pajisura me leje ndërtimora, do të vazhdoni edhe në ditët e ardhshme? Kur nuk kena fol për aksion, na gjithmonë kena fol për plotësimin e obligimeve tona ligjore. Normalisht për të gjitha ato objekte të cilat nuk kanë leje, të cilat nuk përmbushin kushtet ligjore për të legalizuar, do të leje procesi i rënimit. Deri tash, sa prej tyre i keni identifiku prej marrjes së pushtetit komunal? Sa objekte i keni identifiku të cilat nuk janë të pajisura me leje ndërtimore? Janë dhjetra objekte në zonat të ndryshme të cilat kemi identifikuar, të cilat kalojnë për procese të ndryshme të shërbimit të vlerësimit, dhe në momentin kur ne jemi sigur që plotësojnë të gjitha kushtet e parapara me ligj që objekti rënohet, ne do të rënohet. Apo më mirë në të, kur ne të sigurojmë që nuk ka asnjë rrugdalje tjetër për objektin, gjithmonë do të vazhdojmë